Festa e madhe e Shqipshanit. Festa e madhe e Shqipshanit nuk është thjesht një tubim. Është një thirrje zemre që buron nga thellësia e historisë, nga krenaria dhe nga dashuria për vendlindjen. Në mes të bjeshkëve madhështore, aty ku toka prek qiellin dhe kufit, ekzistojnë vetëm në harta. Kjo fest bashkon njerëz, kujtime dhe ideale në një frymë të vetme shqiptarie. Ky takim vllazëror tashmë i shndruar në një festë tradicionale, për të 6-tin vit me radhë, mbledh bijtë e Shqipshanit dhe miqtë e tij për të festuar dhe për të kujtuar rrënjët tona. Është një festë që lind nga dashuria për vendlindjen dhe që vazhdon të jetojë fal përkushtimit të njerëzve të saj. Nën organizimin e shoqatës Shqipshanit të Malësisë së Gjakovës në krye zotri Besnik Bajraktari, kjo ngjarje mori për masa dhe më madhështore. Në shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin e tij, ai u ftua në skenë për të ndëruar para të pranishmëve. Të nderuar miq, dashamirë nga të gjitha trojet shqiptare. I nderuar kryetari i bashkisë zoti Rexhi Bera. Të nderuar zonja Time Kadriaj. Mirë se keni ardhur në këtë takim vllazëror në festën e madhe të Shqipshanit, e cila po kthehet në një festë tradicionale. Sot është viti i 6 që mbillemi për të festuar dhe për të takuar, për të kujtuar rrënjët tona dhe për të gëzuar. Normalisht lind pyetja, pse kjo festë quhet festa e madhe e Shqipshanit? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse kjo është festa që çdo shqiptar, e çdo miku, e dashamiri, është festa që kemi ndruar për vite me radhë, është festa që lindi nga dashuria për vendlindjen dhe që sot jeton në zemrat e mira njerëzve. Çdo vit ajo rritet, forcohet, bëhet më madhështore, sepse ndërtohet mbi dashurinë e përkushtimin, kontributin vullnetar të bijve dhe bijave, miqve dhe dashamirësve të Shqipshanit. Dojmë për një fjalë përshëndetje kryetarin e shoqatës Shqipshani Malësisë së Gjakovës, zoti Besnik Bajraktari. I nderuar kryetari i bashkisë, i nderuar deputetja e Kosovës, Tim Kadriaj, të ftuar miq dhe dashamirës të festës së Shqipshanit, të nderuar vëllezër motra shqiptar. Është derë për mua që në emër të shoqatës së Shqipshanit ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në këtë takim i cili bashkon brezat. Është një takim që promovojmë traditat që na lanë të parë. Ne si shoqat është viti 6 që organizojmë këtë festë dhe është kthyer në një festë tradicionale. Ju uroj një kohë sa më të këndshme dhe të gëzuar midis shqiptarëve. Përshëndetje miq nipa të Shqipshanit. Përshëndetje vëllezër nga Kosova. Përshëndetje deputetja e Kosovës, një konsill të qytetarë nderi e bashkisë së Tropojës, zonja Time Kadriaj. Në emër të bashkisë së Tropojës, përshëndes organizatorët për ftesën që na kanë bërë dhe jam shumë i lumtur që jemi sot në festën tuaj dhe festa gëzime, mbarësi pas Shqipshani tërë jetën, me nipa e me mesa e me miq kudo qofshin në Shqipëri dhe në tërë botën. Ju po jep një traditë shembullore në Malësinë e Gjakovës, siç e keni pas traditë në shekuj.
Kështu që vazhdojeni këta dhe Bashkia e Tropojës do jenë në mbështetjen tuaj që ju të keni sa më shumë gëzime, sa më shumë suksese dhe ne do jemi së bashku. Uroj që ta kaloni sa më mirë dhe të keni edhe njëherë mrekullit e botë që uroj ju shqipëzjan me rrethin tuaj familjar, me miq edhe nipa ku të qofshin. Urime, suksese dhe ta kalojmë sa më mirë në padeshën e bukur, si do bëhet çdo ditë edhe më e bukur. Pa u larguar nga skena, i lutemi kryetar të shoqatës së Shqipshanit, zoti Besnik Bayraktari, të vi për të dorëzuar një mirënjohje nderi të akorduar nga shoqata për kryetarin e bashkisë, në shenjë respekti dhe vlerësimi për mbështetjen dhe kontributin e tij ndaj aktiviteteve kulturore dhe shvillimit të trevës tonë. Mirënjohje nderi zotit Reç Biberaj, kryetar i Bashkisë Tropoj, për angazhimet përkushtuese, kontributet e arritjet për gjatë mandatit si kryetar i Bashkisë Tropojës, rrugët urbane të Shqipshanit, suksese, sikurse Bok Ura Kamenes, Kasaj, jetësimin e projektit të regjistruar të plot për rrugën Tyrbja Rexhepelit Padesh, ujez për vlerësimin, nderimin e historisë, kulturës, vlerave të larta të krahinës Shqipshanit e figurave të saj ndërkohra, për angazhimet e tij të vazhdueshme e të shumëanshme në mbështetje të festës së madhe të Shqipshanit në 6 vite rresht. E ka bukur Jaran Fazinë dhe thash t'ja japin se Besniku i takon fakt. Programi artistik u pasurua me një pikë muzikore nga Endrit Baçi, duke sjell emocione të veçanta për publikun. Në një fjalë përshëndetëse u paraqit dhe Besfort Tafaj, kryetari i shoqatës Shkelzeni dhe dritat e tij, i cili u ndërua me titullin Nderi i Shqipshanit si personalitet i dalluar për kontributin e tij. Në tilla gëzime, në tilla promovime, në tilla festa ju aktheshëm në shtëpiat dhe në familjet tuaja. Ne me stafit shoqatës Shkelzeni dhe dritat e tij të cilët e përfaqësoj, dhe në emrin të familjes së Dervish Muharrem Tafaj, këshilltarit Tyrbes Dervish Rexhepelit, ju uroj mirëseardhjen, ju uroj të kaloni sa më mirë festa dhe gëzime paqin në shtëpiat dhe familjet tuaja. Falenderojmë kryetarin e bashkisë, falenderojmë deputetën, falenderojmë gjithë përfaqësuesit që kanë marrë pjesë dhe kanë marrë mundimin të jenë bashkë në festën tonë të Shqipshanit. Festoheshim dhe gëzoheshim gjithmonë nga janë trojet shqiptare. Faleminderit
dhe nder i Shqipshanit është çdo shqiptar dhe çdo nder e Shqipshanit. Zoti ju ruaj dhe Zoti ju bekoft, festofshim dhe gëzoshim gjithmonë. Një përshëndetje e ngrohtë erdhi dhe nga zonja Mirjeta Emiri, duke shtuar dhe me shumë vlerë dhe emocion këtij organizimi. Të nderuar mysafir, miq dhe të pranishëm. Është një nder i veçantë për mua që në emër të shoqatës Geg Hyseni Nderi Kombit dhe të komunitetit të Geg Hysenit të përcjell urimet më të përzemërta me rastin e festës së madhe të Shqipshanit. Kjo fest përbën një dëshmi të gjallë të dashurisë për vendlinjen, të respektit dhe historisë dhe të përkushtimit për rujtjen e traditave tona. Ajo na mbledh çdo vit së bashku dhe na kujton se vlerat më të mëdha ndërtohen mbi unitet, respekt dhe bashkëpunim. Dëshiroj të përgëzoj organizatorët për punën, për kushtimin dhe përgjegjësinë e treguar, të cilët për të 6-ën vit me radhë kanë bërë të mundur organizimin e kësaj feste, duke shndërruar atë në një ditë gëzimi, krenarie dhe bashkimi për të gjithë banorët e Shqipshanit dhe për miqtë e tij. Shqipshani është një fshat me histori, me tradita të vyra dhe me njerëz punëtor e fisnik, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar në jetën shoqërore, në arsim, kulturë dhe në çështje kombëtare. Këto vlera përbën një pasuri të çmuar, të cilët kemi detyrim ta ruajmë dhe ta përcjellim me dinjitet tek brezat që vijnë. Në këtë program artistik morën pjesë një numër i madh artistësh, shumë prej të cilëve kishin ardhur nga diaspora për t'i dhënë kësaj feste një dimension dhe më të gjerë kulturor. Ju përshëndes o burrat e Shqipshanit, o burrat e Malësisë, mik i juj prej Tyçit Sejnis, nën Sejni e ju përkong, nuk di mo se çka mu thonë, o artista, o shqipsnjon, nuk flasun, po zemra ime, gjithmonë o Zot, o arshim veç përgjime. Tash ta mushim livadhin plot me kësim, mas jena në UNESCO. Hajde! Hajde të ushindur, para tërë.
Moj tropoj lulli e malësis, i e pitar dënis, me pi ujnë e orte kores, ku burën lumi balkones, kalet i bushur du shke par, kanë matë bukur kur shke par. Ku bashkohen vjene qika, me mleu treze boronica. Jem trenor ku do që t'jem, tropojon e mnin e kem, vim nga male shumë fisnike, ka tropoja jon kresnike. Jem trenor ku do që t'jem, tropojon e mnin e kem, vim nga male shumë fisnike, ka tropoja jon kresnike. Fjallën mori dhe deputetja e Kosovës Zonja Time Kadriaj, duke përshëndetur të pranishmit dhe duke vlerësuar rëndësinë e kësaj feste për ruajtjen e identitetit dhe traditës. Përshëndetje Shqipshani, përshëndetje Tropoja. Është kënaqësi sot me qenë këtu bashkë në këtë festë të madhe të Shqipshanit, edhe që po bëhet tradicionale. Falenderoj kryetarin Rexbi Beraj për një zotim që e ka dhënë që vitin e ardhshëm në javën e parë, shtunën e parë të muajit gusht do ta kemi një rrugë tjetër të mirë, një infrastrukturë të mirë. Faleminderit kryetar. Unë kam emocione kur jam në këtë vend, sepse në këtë vend kam qenë luftë dhe du me i falendru Shqipërinë, du me i falendru papa i padeshin, du me i falendru ato nanat zojat që na kanë përkra, na kanë majt me bukë, që kanë sërhut plagosrit ushtarët, dhe pa e them këtu, po mës t'ishte Shqipëria, nuk do t'kishte qenë Kosova. Sa ma e fort Shqipëria, Kosova është ma e fort, kur jemi të dyja të bashk, jemi edhe ma të fort. Të roj Shqipëria, të roj Kosova, të roj popullin shqiptar ku do qashtë, të gëzuar festa. Programi vazhdoi me këngë dhe valle dhe performanca artistike, plot gjallëri dhe emocion, duke krijuar një atmosferë të paharrueshme për të gjithë të pranishmit. Se na kështu e gëzojna nonen, e unë trasferje dhe gjako, dhe një zlape dhe rrugoj.
Veçanje Mitrovica, Kaçaniku e Kamenica, e vjen Gjilani e Prishtina, Ferizaj edhe Glina, hej, kështu n'Kalas bot, shku do të rina. Një mirënjohje e veçantë i u nda drejtorit të radio-televizionit të Fontanës, zotri Zeqir Mehmetaj, për kontributin e tij të vazhdueshëm në promovimin e aktiviteteve kulturore dhe shoqërore. Është merë, është kënaqësi është dhe privilegj i veçantë që t'jem në mesin e tropojanëve, të malësisë së Gjakovës, të tropojës e cila shkrou historinë, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për të gjithë Kosovën. Ju falenderoj dhe ju premtoj që do t'jem çdo herë me ju e për ju kudo që t'jeni. Ermira të përgëzoj për këtë organizim kaq të mrekullueshëm që ki bo. Faleminderit Basa Zesh, faleminderit Radio Televizionit Fontana, televizioni zyrtar, media zyrtare e festës së madhe të Shqipshanit. Faleminderit për pjesëmarrjen e juaj, Zoti ju gëzoft dhe ju bekoft. Festa vazhdoi me pika artistike, këngë, valle, që mbushën zemrat e të pranishmeve me gëzime, e krenari si dhe me vallëzime. Këngëtari i njohur me emrin artistik, qartani me projekte dhe interpretime, që e kanë bërë një nga artistët më të dashur për publikun. Këngët e tij kanë grumbulluar miliona klikime, duke u rënditur ndër emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Ai udhëtoi nga Anglia për të performuar në skenën e festës së madhe të Shqipshanit.
të shikio O hatritare në përmet e mare As ma jem të shkete në sema O hatritare në përmet e mare As ma jem të shkete në sema Edhe njerë për gëzime u bashkofshi gjithmonë. Gjithë këta njerës të mirë e artista më ka bo shumë qepje dhe jam shumë e lumëton që jam mesin e juve si gjithmonë. Unë po nëjna si bia në gjini, edhe pse vi pe Kosove. Edhe njerë në amnin e ndryqimit edhe Petritit, hajde kënojna live, në zejt e kem po edhe valzojnë pak, ha bëta zeq? Hej, o në sytë nonës, të pash një gjatë, o prej gzimit po qonë sot, si kur më rjedhë një lotë në faqe, o kam rritit jem, o për luftën pace. Hajt Petrit, hopa.
basharin ti këndaj. E ti them se gjaku i ti është veti liri që ka në Kosovë në prigjet mia të lirim. Ja fati ti balën trimit, ja fati. Nacionës me lonë, se në pleshti e me i rapi shma. Shërbelo, ota më shatë keqelo, hajde shok bashteri, na në shqip shanë pimrati. Shërbelo, ota më shatë keqelo, hajde shok bashteri, na në shqip shanë pimrati. More flok e kuqja dhe zjakova, për dritare zjate kova, po aman bretri ma shqiptar, i kohu i me në ruaj me jarë. Dhe në fund, Shqipshani nuk mbeti vetëm një fest, por një ndjenjë që u marrë me vete nga secili pjesëmarrës, një kujtim që do të jetoj gjatë dhe një premtim që çdo vit do të rikthehemi më të bashkuar, më krenar dhe më pranë rrënjëve tona. Autore e festës së madhe të Shqipshanit ishte Ermira Nezaj, drejtor artistik Marlen Qelia. Në mbështetje të shoqatës Shqipshani, i Malësisë së Gjakovës dhe Këshillit Organizativ, kontribuan Ervin Bajraktari, Adem Trezhnjeva, Besnik Bajraktari, Dritan Kapiti, Gjevat Nezaj, Mustaf Gjemal Dermishi, Agim Boshnjaku, Murat Qelia, Abdullah Bajraktari, Dritan Bajraktari, Regj Bajraktari, Avdyl Kuliqi, Nard Isuf Kuliqi, Zyra Ahmetaj, Besjan Gjonaj, Gjevat Nezaj, Shkelzen Nezaj, Fetije Ymeraj Baner, Guxim Ajdini Ushqime, Gjem Nezaj pije freskuese për mysafirët, Bashkia e Tropojës me infrastruktur dhe bazë materiale,